Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtari duhet të jetë vazhdimisht i dobishëm. Kudo që shkon, kudo që është, e sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Jo rastësisht dhe i dashuri jon, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a." Mos e neglizho, mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë. Besimtari në këtë ditë duhet të mundohet që çdo vepër të cilën e vepron mos ta neglizhoje, mos ta nënçmoje. Edhe nëse e shen dikanin që është me një punë të vështirë, duke i buzëqesh atij dhe duke i dhënë sadaka nëpërmjet fytyrës tënde, apo e shen një nevojtar i cili ka nevojë për ndihmën tënde financiare dhe ti mundohesh ta ndihmosh ata nëpërmjet parajës tënde, për arsye se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur erdhën sahabët dhe u ankuan që të pasurit pja u shkojnë të varfërve, dhe të varfërit u ankua, atër pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha: "Busheshja në fytyrën e vllaut tënd është sadaka. Përmendja e Allahut, dhikri i Allahut është sadaka." Andaj njeriu mund të arrijë një vepër të mirë ta bëjë në këtë muaj të bekuar nëpërmjet fytyrës tij, duke qenë i busheshur me besimtarët, duke treguar mirësjelljen e tij edhe me jo muslimanët, për arsye se Ramazani nuk mund të bëjë dëm. Përkundrazi, ky muaj është muaj në të cilin besimtari nxitet, andaj bëhu bamirës, bën vepra të mira kudo që të jesh, e sidomos në këtë muaj të bekuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.